Dashuria ime është pak stresuar, apo jo, ha? Përshëndetje, mirë se erdhët në një video tjetër. Jam pak... O s'kam vë mikrofonin, po s'ka gjë. Jam pak e stresuar sepse Kiani e gjeti në makinë të bënte nevojat e tij personale dhe e prishi tërë outfitin që unë kisha planifikuar, i kisha bler diçka shumë të bukur, duhet ta ndroja në makinë duke ecur makina sepse ishim shumë vonë, edhe si mund të mos jem e stresuar. Ka të rrugës që nuk fle, nuk e di do vërtasi në avion se nejse, ta shohim, tu pa, tu po, shkojmë njerë. Sapo bërëm të gjitha kontrollet e mundshme, kontrolli i sigurisë, tani kemi dhe kontrollin e pasaportave, mirë po, do marrim diçka për të ngrënë, sepse nëse bëjmë kontrollin e pasaportave dhe arrim aty, nuk mund të marrim asgjë tjetër. Djali nuk fjeti gjithë rrugës, por ama kur erdhëm këtu te kontrolli fjeti dhe ishim çik me fat që kishte shumë radhë dhe avash shkuam te kontrolli në mënyrë që mos ta zgjonim direkt. Tani është në humor të mirë, do ta ushqej, edhe na duhet edhe 50 minuta derisa të shkojmë në avion, nuk e di se sa korrekt do jetë avioni këtë herë. Kështu që më mirë të vonohet pak që ky të flej pranë. Shkojmë të bëjmë kontrollin e pasaportave, çdo gjë ka shkuar shumë mirë, po unë jam pak nervoze këtë herë, nuk e di pse, ndoshta nga që po shkojnë në Shqipëri. Ja. Sapo kaluam edhe Wizz Airin, kontrollin, tani do shkojmë në avion. Also man das hört. Shkojmë te avioni, edhe çdo gjë deri tani ka funksionuar shumë mirë. Bravo Stefan. Jemi në avion, besoj që kemi kaluar gjysmën e fluturimit dhe sipër syrin e keq më ka dhënë një pushë në mes të ballit. Më fal për sëllësia pa mikrofon. Po, na falni për cilësinë e audios pa mikrofon, po mikrofoni është diku në çantë edhe nuk as ka shans që ta gjej tani. Gjysma e fluturimit ka shkaluar. Kiani nuk ka fjetur asnjë sekondë deri tani, po deri tani është në humor të mirë. Kemi marrë lodra me vete që ja japim një nga një që mos t'i mërzitet. Edhe sa është ora? Ora është 11:20 dhe besoj që jemi në 11:20 atje, domethënë kemi edhe 40 minuta pak a shumë. Kështu që inshallah deri atëherë pa kemi Kiani në humor të mirë, por 40 minuta mund të jenë pak të gjata edhe derisa të zbresim. Besoj që pastaj mund ta zej kollaj fare në Seçolino gjumi, nëse nuk do e zej tani. Unë besoj do ta bëj edhe një herë në gjit, ta shikojmë se mbase funksionon. Ai po luan deri tani, kështu që nuk po e stresoj veten. Çfarë fati të keq që kemi. Po thoni ju pse. Fati i keq na ndjek, domethënë, nuk e di pse në aeroport çdo gjë shkoi shumë mirë, edhe në avion, djali në fund fjeti, paska se unë thash që nuk ka fjetur, në fund fare kur ishim në 40 minutat e fundit, djali u kënaq, u përqafua me mua dhe fjeti. Më falni për zhurmën, po mikrofonin e kam diku në çantë dhe nuk e gjej, kështu që falni. Morë makinën me qera. Tani punon klima, apo jo, nga që kishe dritare hapur. Klima nuk punon. Tani imagjino me një djalë të vogël që duhet t'ja rregullojmë temperaturën se ai po t'jersit ose nëse është ftohtë naftohet. Na ra makina që nuk ishte kondicioner. Tani çfarë do bëjmë? Do shkojmë ta kthejmë në Durrës, sepse makina ku kemi marrë me qira është në Durrës. Marrim makinë tjetër. Jam kaq e lodhur sa nuk e di, domethënë nga inati po filloja duke qarë në makinë, mirë që Stefani është i
ta ndroj makinën. Nëse do ishte për ne, do doni mos të merrni fare makinë te ky personi që na e ka sjell makinën tani. Mirë, po nga që nuk kam nerva dhe kohë të kërkoj për tjetër, do pranojmë që të marrim makinë tjetër të paktën nga ky personi dhe herë tjetër pastaj nuk kam më. Do bëjmë më të mirën e mundshme, sepse çfarë do bëjmë tani ne? Nuk do, nëse do qajmë apo do përtasim, nuk do rregullojmë gjë. Kështu që do shkojmë në Durrës, do marrim kohë, do pim ndonjë gjë, do ham ndonjë gjë dhe do shikojmë pastaj. Duam të rinë Durrës apo duam shkojmë Pogradec? Me shumë mundësi do shkojmë në Pogradec sepse do jem edhe më e stresuar nëse nuk ikim sot në Pogradec, sepse duhet të rezervojmë një dhomë hoteli, gjithsesi do ta shikojmë si do ta bëjmë. Por në Durrës shijojmë pak detin. Pse jo? Shkojmë atje në promenadë, zemër. Shkojmë në promenadë, kohë kemi, pushim kemi, kohë është e bukur, kështu që why not? Djali po na kënaq, po flet, kështu që inshallah të flej derisa të kemi bërë këto shkëmbimet e makinës e gjërat dhe kur të shkojmë që të gjejmë ndonjë bar apo ndonjë restorant të zgjohet. Jam shumë e etur, edhe u rritur jo dhe aq, po e etur sepse në shtëpi nuk piva gjë. Në rrugës kishim marrë vetëm një gjë për të pirë, edhe nga që ishim duke lëvizur, duke ecur shpejt që të shkonim te ai makinës, të dilnim nga aeroporti shpejt, nuk patëm kohë që të pinim apo të flinim diçka. Kështu që do ju mbaj të updateuar, por eksperienca si një mami në Shqipëri nuk nisi mirë, duke qenë se ja, duhet të bëjmë një test kaq të madhe, kur tani mund të ishim në Elbasan. Anyway, inshallah nuk kemi trafik nga Librandi, andej gjithsesi me këtë makinë që do rinim në trafik do ishte shumë e vështirë. Nuk e respektoj shumë gjithë njerëzit që duan të bëjnë biznes dhe duan të japin makina me qera, por është pak problematike kjo pjesa që japësh makina me qera kur janë pa klim apo të pa kontrolluar. Gjithsesi, nuk jam këtu për të bërë rregullat. Shkojmë në Durrës, ndroj makinën dhe do t'ju mbaj të updateuar se ku do shkojmë në Durrës. Le të bëjmë të mirën e mundshme, jemi në pushime, në zemër, jemi në humor të mirë. Çfarë do bëjmë tani ne? Se ndryshojmë dot. Stefani është një shofer shumë i mirë dhe shumë i qetë që nuk ndikohet nga mërzitja ime. Kemi ardhur në Durrës, morëm makinën e re. Tani po i prezantojmë Kianit Durrësin. Po kënaqet në diell, është në humor shumë të mirë dhe po kërkojmë një vend ku të pim apo të ham diçka dhe po marrim këtë Tetovën. Dhe mërë Tetova është një qytet i Maqedonisë. Po marrim këtu të rim rehat. Unë kam marrë sallatë Cezar, nuk e di pse, po nga që është shumë nxehtë nuk kisha dëshirë për një diçka të ngrohtë dhe kemi marrë shikoj sa gjëra për të pirë. Fanta, cola, ujë, birë. Edhe po shijojmë këtë pamje këtu fantastike. Mu rregulluaj çik humori, se hëngra bukë. Do shijojmë këtu pak pamje në ushqime dhe pastaj do nisemi për në Pogradec. Një update i vogël fare. Kemi arritur në Elbasan pasi hëngrëm diçka në Durrës edhe pivëm diçka, morëm energjinë edhe gati për të shkuar në Pogradec. Tani jemi në Elbasan, si gjithmonë ka trafik këtu. Por çfarë? Kjo është fiks rreth rrotullimi që hyn për në Elbasan. Kemi edhe tërë Elbasanin. Pastaj shpresoj që rruga të jetë okay për sa i përket rrugës për në Pogradec. Dëgjova në lajme para ca ditësh për shembull që çfarë kishte? Kishte rënë një urë apo kishte rënë gur apo ku dëgjon, por që mami më tha që është hapur rruga prap. Kështu që shpresoj të jetë e vërtet. Mami besoj është duke na pritur. E mora në telefon që tash lutem mos u mërzit se kështu ndodhi me makinën, kështu që as nuk e kam iden kur do shkojmë. Ora është 4 tani që po ju flas, kështu që besoj në orën 6 jemi në Pogradec. Ha më zemër. Hera e parë që vjen në Shqipëri dhe shiko çfarë ndodh. Kiani sot gjumin e i është shkatëruar fare, sepse
që të them, është ka fjetur 4 herë, oj. Kennst mich gar nicht. Du kennst mich gar nicht. Das waren die einzigen, die sie hatten. Alles gut. Ja, aber nicht mit Schoko. Ich nehme gerne mit Marmelade oder mit Joe. Ja, që më ka marrë croissant me qiko krem. Unë nuk para që kam shumë qef këto, të nuk pëlqej fare, por tani do ta haj. Ti ha. Po do e haj se është bler me lek. Po ndaluam këtu në një dyqan këtë vogël, sa të merrni diçka për të pirë dhe një croissant, e di që hëngra drek, po hëngra vetëm një sallatë se atje keq kisha shumë zet dhe isha shumë në stres me tërë që na ndodhi me makinën. Nuk më hasha absolutisht asgjë, doja vërtet vetëm diçka të lehtë. Kështu po e thosha që mami të vura në dieni që do vonohemi dhe sipas navit do jemi në orën 6 në Pogradec, kështu që edhe 2 orë. Gjumi i Kianit është sot i shkatëruar. Ka fjetur një 4 herë deri tani, gjume shumë të vogla dhe shumë jo të rehatshme. Kështu që mbas edhe pak kur ta ankohet, e di që nuk duhet, por do ta marr në prehër. Sepse nuk dua që të stresoj djali. Edhe maqja bashkë sa do ecim neve në rrugën e Elbasanit, besoj që nuk ka ndonjë problem. Kështu, besoj nuk do i lajmëroj më rrugës e zemër. Po duhet të ndryshoj pak leksin. Ja, ma vërdasin po Pogradec. Kështu. Besoj kur t'jemi Pogradec do lajmërohem, nëse nuk do ndalojmë edhe një herë rrugës, nëse nuk është e nevojshme për Kianin. Pa tjetër që nuk do iknim pa ndaluar në këtë restorantin këtu që unë gjithmonë vija me familjen time, me babin, me motrën, sarë që shkonim nga Pogradeci për në Tiranë, ndalonim këtu dhe sarë që ktheheshim nga Tirana, Pogradec ose Anasjeltas, gjithmonë e bënim një ndales këtu. Ishte vërtet shumë e rëndësishme për ne që ta merrnim kohën tonë si familje këtu dhe nuk e di është si tip tradite. Ky quhet bar restorant Gjuli. Edhe është një restorant nga këto, e keni parasysh që hajt pilaf edhe fasule? Por është diçka shumë e lezetshme, edhe pamja me këtë lumin e shkumbinit, është po ashtu shumë i bukur. Stefan po luan me djalin dhe pamja me malet po ashtu është, nuk e di, mua më pëlqen shumë. Dhe mamin e morëm në telefon, i tham që dolem nga Elbasani. Tani na duhet vetëm një orë për të shkuar në shtëpi. Dhe do pim vetëm diçka këtu, unë një çokollatë dhe Stefani një birë. Kurse Kiani e pivi qumë shteti. Të marrë qumës nga mami? Më në fund arim në shtëpi, jam shumë e lumtur dhe pak e lodër. Patjetër. Si gucken auf dem Fenster, guck. Sa i natë që se ka të shikoni si shikoni nga drita. Oj. Eci, ke otra? Shpirtima të Zëva është të marsi. Rëfsh, faleminderit ti, je shumë e mirë ti. Oj, brend tjetër. Piki, ndizë drita tjeta. Ndizë të shikojmë. Telena! Për shëndetjes të hasi. Pritit të. Mirë kesh ose qeshi? Ti që shprit sa më shka të prake. Po të zëbërë ti.
Pjesë nëna e para, Ilda. Jepja njërë nënës tash. Me mbajti njërë papa e kam qenë fjalin. Shumë fjali mirë, i bukur, simpatik. Fjali zgjuar, baba. Duke dalë. Bravo, atë nëna ti. Shumë se e puti. Sa zgjuar. O shpirti nënës, o shpirti nënës, o zemra E qitë të tjerët. Bishë kulli flokat. Ata mi vete mua. Me të kulli flokat. He më Kian, qa shikon? Sa i bukur është. Shiko nga mami atë të marrë, mami kamerat. Të birë, ta është bukur e kamerë, se ti pozon mirë ti birë.